Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni probleme me kujtesën, ju duhet vetëm pak rozmarin dhe do habiteni nga rezultati. Sipas ekspertëve, të gjithë ne mund të kemi probleme me kujtesën tonë, por ja që edhe zgjidhja për një kujtesë shumë të mirë tashmë duket se është gjendur. Studentët të cilët janë në sezon provimesh mund të forcojnë kujtesën duke nuhatur aromën e rozmarinës. Kjo bimë me gjethe të imta si hala dhe me erë të këndshme që përdoren në gjell ose për të nxjerrë prej tyre një lloj vaji është konsideruar si erza e cila forcon memorien. Në Greqinë e lashtë, studentët vendosnin degëza rozmarine kur kishin testime për të përmirësuar performancën e tyre. Rozmarina ka një shije dhe një aromë të pashoq dhe ajo është një nga erëzat më të preferuara sidomos të anvisave shqiptare. Ajo përdoret për të përmirësuar njëkohësisht kujtesën dhe është e pasur me ushqyes tepër të dobishëm për organizmin. Konsumi i rozmarinës përmirëson qarkullimin e gjakut në tru dhe ndihmon gjithashtu edhe në rritjen e përqendrimit. Vetëm një vit më parë, shitjet e vajit esencial të rozmarinës posuan një rritje të 4-fisht pas studimeve shkencore sipas të cilave kjo bimë përmirësonte kujtesën. Blerjet u përqendruan kryesisht në radhët e studentëve të cilët në sezon provimesh kanë nevojë për një kujtesë më të mirë. Shkencëtarët besojnë se aroma e rozmarinës ndikon dhe gjallëron aktivitetin në tru. Jo më kot, studentët mbanin kurora rozmarine në kokë gjatë studimeve të lashta. Vaji esencial i rozmarinës është përdorur prej shekuj dhe për të larguar dhimbjet e kokës, dhimbjet muskulare dhe shumë të tjerë. Ndërkohë, ja se si ta përdorni këtë bimë. Përbërësit që do t'ju duen janë një filxhan me qumësht, një degë rozmarin të tharë ose një lugë gjelle me rozmarin të thatë dhe një lugë çaj me mjaltë. Ndajni degën e rozmarinës dhe copëzat hidheni në një tenxhere me qumësht dhe lëreni ato që të ziejnë së bashku. Hiqeni më pas nga zjarri dhe lëreni të qëndrojnë për plot 5 minuta gjatë të cilave ju duhet që ta përzieni lëngun vazhdimisht. Shtypini copat e rozmarinës me lugë që të lëshojnë një aromë më të fortë dhe të çlirojnë vajrat e tyre esencial. Shtoni mjaltin dhe kështu çaji juaj është gati. Rozmarina gjithashtu është një bimë që mund të rritet lehtë në shtëpitë tuaja sepse ka nevojë për pak përkujdesje. Ndërkohë, ne këtu do t'ju tregojmë edhe vitaminat të cilat ju duhen për shëndetin e trurit. Shëndeti i mendjes bazohet ndjeshëm në një regjim të pasur ushqimor me produkte të cilat stimulojnë çdo qelisë të tij. Ne këtu do t'ju tregojmë vitaminat më të mira të cilat e fuqizojnë trurin dhe njëkohësisht përmirësojnë performancën tuaj mendore. Këto janë vitaminat më të mira për trurin. Vitamina A. Të gjithë i njohin vlerat e vitaminës A për shëndetin, por kjo vitaminë është thelbësore për zhvillimin e shëndetshëm të trurit. Vitamina A zgjon aftësitë e mendjes dhe të sistemit tuaj nervor. Ajo gjithashtu përmirëson edhe ndërlidhjen me zonës së kujtesës dhe mësimit dhe zonës së qelisave. Kjo vitamin gjithashtu shërben edhe si një antioksidant, një mjet i fuqishëm kundër radikaleve të lira. Burimet më të mira të vitaminës A janë spinaçi, pjeshka, mëlçia dhe kajsit. Acidi folik është një nga format e vitaminës B9 dhe mban nën kontroll qelizat e trurit. Acidi folik gjithashtu forcon kujtesën afatshkurtër dhe vigjilencën dhe largon amullin në veprime dhe letargjin. Disa prej burimeve ushqimore më të pasura me acid folik janë pikërisht barishtet, thjerrzat, fasulet dhe bishtajoret. Vitamina B6
është një nga vitaminat e kompleksit B e dobishme për një kujtesë sa më të fortë. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë pikërisht piepri, mishi, dritrat e pasuruar dhe fasulet. Vitamina B12. Kjo vitamin është jetësore për shëndetin e qelizave tona nervore. Ajo mban të paprekur mjelinën e cila mbulon fibrat nervor dhe njëkohësisht lëshon impulse elektrike në tru. Në këtë mënyrë, kjo vitamin gjithashtu parandalon sëmundjet e trurit. Vitamina B12 parandalon njëkohësisht depresionin dhe humbjen e kujtesës, luhatit e humorit dhe rrit vigjilencën. Ajo gjithashtu ndihmon që ju të keni një kujtesë sa më të fortë dhe të përmirësoni vigjilencën. Disa nga burimet më të mira të kësaj vitamine janë peshku, mishi i derit, shpendëve dhe viçit. Ju mund të përdorni edhe suplement të vitaminës B12 në farmaci. Të dhënat tregojnë se spirulina është shumë e pasur me vitaminën B12. Vitamina C. Radikalet e lira janë një rrezik i madh i qelizave të trurit. Mënyra më e mirë për të parandaluar dëmin e këtyre radikaleve është pikërisht marrja e antioksidantëve. Vitamina C gjithashtu luan një rol mjaft të rëndësishëm dhe të shkëlqyeshëm dhe siguron shëndet jo vetëm të trurit, por edhe të sistemit imunitar dhe të zemrës. Burimet më të mira të vitaminës C janë agrumet bishtajoret. Vitamina D ndihmon në shëndetin e qelizave të trurit dhe në mirëmbajtjen e tyre. Burimet të mira të vitaminës D janë shpendët, mishi i viçit, mëlçia, djathi, peshku e të tjerë. Vegetarianët mund të konsumojnë kërpudha të cilat përmbajnë vitaminën D2, një formë e vitaminës D. Drita e diellit është gjithashtu një burim mjaft i mirë i kësaj vitamine. Kjo vitamin gjithashtu mbron qelizat e trurit dhe nervat nga dëmtimet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Vitamina E. Sipas ekspertëve, vitamina E ndalon ose vonon progresin e sëmundjes së Alzheimer tek të moshuarit. Patatja e ëmbël, barishtet, dritrat dhe njëkohësisht arrorët janë burime shumë të mira të kësaj vitamine. Për këtë arsye, ne do t'ju tregojmë disa ushqime të cilat janë mjaft të mira për të rritur kujtesën tuaj. Si fillim, do të flasim për rozmarinën e cila përmirëson kujtesën dhe njëkohësisht përmirëson edhe vigjilencën tuaj. Arrat, arrorët veçanërisht bajame dhe arrat janë teje të mira për trurin dhe sistemin nervor. Ato janë një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore omega 3 dhe omega 6, vitaminës B6 dhe njëkohësisht ato mund të parandalojnë disa sëmundje si skleroza. Spinaçi mund të parandalojë ose të vonojë shfaqjen e sklerozës. Ushqyesit që përmban ai mund të parandalojnë dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Njëkohësisht duhet të konsumoni boronica. Boronica është e plot fuqishme fal antioksidantëve që përmban. Këto substanca e mbrojnë trurin nga dëmi oksidues dhe stresi që shkaktojnë plakjen e parakoshme, sëmundjen e Alzheimerit dhe sklerozën. Avokado shton qarkullimin e gjakut në tru dhe ul kolesterolin dhe përmirëson përthitjen e antioksidantëve. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!